Dashi. Sot do t'regoheni shumë të drejtë dhe nuk do lejoni në asnjë mënyrë që t'ju bëhen pa drejtësi. Personat dashakeq do dini t'i shmangni me zgjuarsi dhe pa krijuar konflikte të panevojshme. Nëse jeni në një lidhje, do i shprehni partnerit fjalë të ngrohta dhe romantike që do ja ndezin zemrën flak dhe do forcojnë më shumë lidhjen mes jush. Ju beqarët do krijoni raporte të reja me persona shumë të këndshëm dhe do ndiheni më pozitiv. Edhe pse mund të mos filloni menjëherë një lidhje serioze, dita nuk do jetë as pak monotone. Në punë do keni më shumë besim tek vetja dhe do guxoni të merrni përsipër projekte më të vështira se më parë, duke treguar aftësitë tuaja të vërteta. Financat do jenë goxha të mira, ndaj mund të kryeni pa frikë edhe ndonjë shpenzim më tepër. Shëndeti, do ndiheni energjik dhe në formë të mirë, por kujdesuni të mos e teproni me lodhjen mendore. Këshilla, mbani qëndrimin tuaj të drejtë, por shmangni debatet e panevojshme. Demi. Sot do jeni shumë të këndshëm dhe komunikues, ndaj do fitoni adhurimin e të gjithëve. Nëse jeni në një lidhje, do tregoheni sensual, të dashur dhe shumë shprehës, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe romantike me partnerin. Ai mund t'ju surprizojë në mbrëmje, pikërisht atëherë kur më pak do e prisni. Ju beqarët nuk duhet të prisni gjatë për të shprehur ndjenjat, sepse personat që pëlqeni mund t'ju rrëshqasin nga duart. Në punë do vendosni disa prioritete të qarta dhe do dini saktësisht çfarë rrugë të ndiqni për të arritur rezultatet më të mira. Yjet do ju favorizojnë ndjeshëm. Buxheti do mbetet i mirë, pasi nuk do e teproni me shpenzimet. Shëndeti, gjendja fizike do jetë e qëndrueshme, por mos neglizhoni pushimin. Këshilla, mos e shtyni shprehjen e ndjenjave kur e ndjeni se është momenti i duhur. Binjakët. Sot do udhëhiqeni kryesisht nga zemra dhe shpirti. Nëse jeni në një lidhje, do kaloni çaste fantastike sepse partneri do di si ta bëjë çdo moment të veçantë. Do qeshni, do argëtoheni dhe do dashuroheni më shumë se kurrë. Ju beqarët duhet të pranoni ftesat për festa apo aktivitete shoqërore, sepse aty mund të njihni dikë shumë interesant. Në ambientin e punës do ketë ndryshime të rëndësishme. Një shef i ri do vendos objektiva dhe detyra të reja, ndaj përgatituni për ritëm më intensiv. Financat do jenë të normalizuara, por bëni shumë kujdes të mos besoni persona që ju nxisin drejt lojrave të fatit, sepse rrezikoni humbje të mëdha. Shëndeti, do ndiheni mirë, por shmangni stresin e tepërt dhe mbingarkesën mendore. Këshilla, dëgjoni zemrën, por ruani edhe arsyen, sidomos në çështjet financiare. Gaforja. Disa çështje që kanë qëndruar pezull prej kohësh, sot do fillojnë të marrin zgjidhje. Nëse jeni në një lidhje, angazhimet profesionale dhe përgjegjësitë do ju marrin më shumë kohë dhe mund ta lini pak pas dore partnerin. Mundohuni të organizoheni më mirë për të gjetur kohë për gjithçka. Ju beqarët duhet të tregoheni më të lirshëm dhe të bëni gjërat që ju pëlqejnë. Në biblioteka, qendra tregtare apo kinema mund të ndesheni me persona shumë tërheqës. Në punë ndiqni me përpikëri udhëzimet që do ju jepen, sepse vetëm kështu do arrini më shpejt suksesin. Financat do jenë të mira fal kursimit dhe menaxhimit të kujdesshëm që keni bërë kohët e fundit. Shëndeti, do jeni në formë të mirë, por mos harroni të pushoni mjaftueshëm. Këshilla, organizimi i mirë është çelësi për të balancuar punën dhe jetën personale. Luani. Sot do hapet një portë e re për ju dhe do doni të përfitoni maksimalisht nga çdo mundësi. Optimizmi do ju shoqërojë gjatë gjithë ditës. Nëse jeni në një lidhje, kjo do jetë një ditë perfekte, e mbushur me dashuri, harmoni dhe paqe. Secili prej jush do mundohet të bëjë më të mirën për tjetrin. Ju beqarët do joshni vazhdimisht, por pa arritje shumë të mëdha konkrete. Në punë, më shumë fat do kenë ata që punojnë në fusha industriale ose ekonomike. Financat do menaxhohen me strategji të mira dhe shumë miq mund t'ju kërkojnë ndihmë. Shëndeti, do ndiheni energjik, por shmangni teprimet. Këshilla, shfrytëzoni mundësitë e reja, por mos harroni të mendoni afatgjallë. Virgjëresha. Sot do ndiheni disi të përhumbur dhe do ju duhet që gjërat t'ju përsëriten disa herë për t'i kuptuar plotësisht.
Nëse jeni në një lidhje, partneri mund të dyshojë në ndjenjat tuaja dhe të mendojë se nuk e doni më. Flisni hapur sa më parë nëse doni ta shpëtoni marrëdhënien. Ju beqarët duhet ta lini veten më të lirë dhe të mos përpiqeni të kontrolloni çdo gjest. Në punë do ju nevojiten pushime të shkurtra her pas here për të rikarikuar dhe për të përmbushur detyrat. Financat do jenë mjaft delikate dhe këtë do e kuptoni qartë kur të shihni gjendjen bankare. Shëndeti, lodhja mendore do jetë prezente, ndaj kujdesuni për pushimin dhe qetësinë. Këshilla, mos mbani gjithçka brenda vetes, komunikimi i hapur do ju lehtësojë shumë. Peshorja. Sot disa ëndra do realizohen dhe do ua mbushin zemrën me gëzim, ndërsa disa të tjera do vazhdojnë të mbeten ende në pritje. Kjo nuk duhet t'ju mërzit, sepse çdo gjë vjen në kohën e vet. Nëse jeni në një lidhje, do ju duhen shumë pak përpjekje për ta mbajtur situatën të stabilizuar dhe harmonike. Një fjalë e ëmbël, një përqafim apo një gjest i ngrohtë nuk do ju kushtojë asgjë, por do ndikojë jashtëzakonisht shumë në marrëdhënie. Ju beqarët do i merrni gjërat me shumë qetësi dhe nuk do kërkoni asgjë me ngulm. Pikërisht ky qëndrim i relaksuar mund t'ju sjellë surpriza të këndshme. Në punë ambicia do jetë e madhe, por do preferoni t'i ngjitni shkallët një nga një, pa nxitim dhe me siguri. Me shpenzimet duhet thjesht të mos bëni çmenduri, në mënyrë që gjendja financiare të mbetet e mirë dhe e qëndrueshme. Shëndeti, gjendja shëndetësore do jetë e mirë, por shmangni lodhjen mendore dhe stresin e panevojshëm. Këshilla, mos u nxitoni për asgjë, qetësia dhe ekuilibri janë arma juaj më e fortë sot. Akrepi. Sot do i merrni gjërat me shumë qetësi dhe nuk do kërkoni ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Nëse jeni në një lidhje, do preferoni më tepër të qëndroni në shtëpi me partnerin, të flisni, të dashuroheni dhe të ndiheni të sigurt, sesa të dilni jashtë apo të provoni eksperienca të reja. Kjo do ju bëjë të ndiheni edhe më të lidhur shpirtërisht. Ju beqarëve yjet do ju krijojnë kushtet ideale për takime impresionuese, të cilat mund t'ua ndryshojnë këndvështrimin për dashurinë. Në punë suksesi do vi pa bërë përpjekje shumë të mëdha, sepse prej kohësh keni përgatitur terrenin dhe tani po kolni frytet. Buxheti mund të ketë disa shqetësime të vogla, por asgjë serioze apo alarmante. Shëndeti, do ndiheni të qetë dhe të balancuar, por mos neglizhoni pushimin. Këshilla, shijoni momentet e thjeshta, sepse aty fshihet lumturia e vërtetë. Shigjetari. Hëna do kujdeset veçanërisht për ju gjatë kësaj dite dhe do ju nxisë të tregoni më shumë kujdes për veten, si nga ana shëndetësore ashtu edhe nga pamja e jashtme. Nëse jeni në një lidhje, do përjetoni ngrohtësi dhe dashuri të pakushtëzuar nga partneri, i cili do di si t'ju surprizojë dhe t'ju bëjë të ndiheni të veçantë. Emocionet do jenë të forta dhe rrahjet e zemrës nuk do ndalen. Ju beqarët nuk duhet t'i humbisni shpresat deri në minutën e fundit, sepse pikërisht atëherë mund të ndodhin takimet më të bukura. Në punë Jupiteri do ju shtyjë të bëni edhe më shumë nga sa do ju kërkohet, ndaj do merrni vlerësime dhe komplimente. Gjendja financiare do mbetet shumë e mirë. Shëndeti, energji e lartë, por mos e teproni me angazhimet fizike. Këshilla, kujdesuni për veten, sepse kur ndiheni mirë, gjithçka ecën më lehtë. Britsjapi. Sot do jeni më realist se kurrë dhe do qëndroni gjithmonë me këmbë në tokë. Nëse keni një lidhje, do kuptoni më qartë avantazhet e të qenit në çift dhe do shijoni çdo çast pranë partnerit. Disa herë do dëgjoni zemrën, e disa herë arsyen, dhe ky ekuilibër do ju ndihmojë shumë. Ju beqarët mund të ndesheni me persona dashakeq ose jo të sinqert, por për fatin e mirë planetët do ju mbrojnë dhe nuk do lejojnë të bini në grack. Në punë nuk do preferoni të qëndroni ulur, por do jeni gjithkohës aktiv dhe në lëvizje. Financat do jenë të qëndrueshme dhe do ndiheni të qetë edhe kur të shpenzoni. Shëndeti, gjendje e mirë fizike, por mos e neglizhoni ushqimin dhe pushimin. Këshilla, besoni intuitës suaj, por gjithmonë kontrolloni faktet. Ujori. Sot do jeni të motivuar dhe entuziast. Çështjet profesionale nuk do jenë në plan të parë, ndërsa jeta sentimentale do favorizohet ndjeshëm. Nëse jeni në një lidhje, do shmangni çdo lloj mosmarrëveshjeje dhe harmonia do mbizotërojë gjatë gjithë ditës.
Ju beqarët do preferoni eksperienca të vogla dhe njohje të lehta, pa u futur menjëherë në lidhje serioze. Yjet do ju krijojnë ambientin e duhur për këtë. Në punë nuk do keni probleme të mëdha dhe në përgjithësi do ndiheni të qetë. Financat nuk do jenë shumë të mira, sepse do shpenzoni më tepër për kënaqësi personale. Shëndeti, do ndiheni mirë emocionalisht, por kujdesuni të mos lodheni tepër. Këshilla, mbani një balancë mes kënaqësisë dhe përgjegjësisë financiare. Peshqit. Sot do keni më shumë se kur nevojë të vlerësoheni dhe të lavdëroheni, ndaj do përpiqeni të tregoni më të mirën nga vetja. Nëse jeni në një lidhje, mërzia mund t'ju shoqërojë gjatë orëve të paradites, por pas orës 15:00 gjithçka do ndryshojë dhe atmosfera do bëhet më e ngrohtë e më pozitive. Ju beqarët nuk duhet të dekurajoheni nga refuzimet e mundshme dhe as të fiksoheni vetëm pas pamjes së jashtme, sepse ajo nuk është gjithçka. Në punë, nëse do ju ofrohet një projekt i madh, bëni mirë të mendoheni, të planifikoni dhe të siguroheni para se të filloni. Financat do menaxhohen më mirë falë mësimeve që keni nxjerrë nga e shkuara. Shëndeti, ndjeshmëri emocionale, por pa probleme serioze fizike. Këshilla, mos kërkoni miratim nga të gjithë, vlerësimi i vetes është më i rëndësishmi. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personelit.